në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashkë dhe jemi tani për këtë ndërhyrje të fundit përpara se t'ju japim urimet e vitit të ri, se ka nisur countdowni dhe pak orë vjen 2026. Zakonisht personazhet e politikës, që tani Mona nuk është më, po ka qenë politik shumë vite. 33 vite the Monika? E bëjmë pak shumë, po them për dëgjuesit boring nga të situatën kur bëjnë talk show ose kur bën një emision me fjalë. Nuk e di, po ky emision sot ndatë na ka ikë për shalësh temën, aq shpejt iku. Fluturoj koha. Domethënë që jemi kënaq me ty, Mona. Yes. Tani ne kemi një rubrikë që zakonisht ja bëjmë artistëve. Po di tani po futesh në këtë, po them, në komunitetin artistik. Je në atë ambientin e midis. Po, që duhet televizion po merret, aktore po publikohet. Është në tendencë. Është akoma me një këmbë këtej. Jam akoma në garë. Okej. Tani ne me gjë ti ke bërë më shumë politikë në jetën tënde. Ne me këtë do ta lidhim. Në vend të fjalës seks, ne do vëmë fjalën politik. Kuptova. E ti do përgjigjesh? Pra, domethënë unë do të pyes për politik, ti përgjigj për seks. A do të them fjalën seks, si do ta zëvendësosh me politikë? Po ti pse e tregon? Ja, kështu po të them. Në vend të fjalës seks, kemi fjalën politik. Ka qenë politika jote gjatë gjithë këtyre viteve një politikë e nivelit mirë? Po. Shumë e lartë. E nivelit lartë. Po. Si dush ti? Sa ke pa bërë politikë në jetë? 2 ditë para se të ndahesha me Ilir Metën. Ajo ka qenë politika fundit. Po. Do me thënë ka një 2 vjet pa bërë politik. Në mars bëjmë 2. Po ne që ja pas kemi numëru. Ne tu i numëru ditët sa ka pa bërë politik, Monika. Monika së shmar, se kam pa fare të merret në politik. Je do t'y ruar gjithmonë kur bën politik ta hapësh këmbët? Jo gjithmonë. Ka dhe pozicione tjera. Si Oskar Olambikali. Ke dështuar ndonjëherë në politik? Asnjëherë. Asnjëherë. Jo. Tani të pëlqen Nuk dështoj dot unë politik, nëse aty që ke përballë. Është i dobët. Jo, është i lartë. Është i lartë ai. Kështu që s'mund të dështosh, është reciproke. Të pëlqen të bësh politik me mendjen tënde që nuk dua ta stimuloj se më shkon ke një njëti vend. Ke një njëti vend shkon mend. Ke një njëti politikan. Po dhe ti, Mona, mo tash. Po vetë se je sinqert, unë shquhem për sinqeritet. Tani që po bën Big Brother, shkon Ermena thotë pse po s'bëj politik, po rri bëher me Big Brother. S'kam. S'ke politikan. S'kam politikan. Kush bën më me politikë, majtët apo djathtët? Unë mendoj që politikani im ka qenë si majta, si djatha, si qendër, ka qenë shumë mirë, kështu që se di të tjerët se si e kanë. Ai që njeh ti, domethënë. Ai që njeh unë. Kush bën politikë më mirë se ty? Po ka sa dush, tani kam dalë në treg. Ke sa duash, domethënë që mendon ti që kjo mund të bëj më mirë se mua se ky. Tashi këtë radhë Big Brother nuk ka shu. Nuk ka. Nga ato që bën politikë. Prandaj edhe më ka pëlqyer kasti, me thënë drejtën. Thonë që politika është e vërtet? Ja. Politika nuk është është politikë. Kur të bësh politikë? A do bësh politikë në 2026? Politika bëhet në disa mënyra. Ka mënyrë njerëzore, biologjike, ka edhe mënyrë virtuale. Virtuale. Po, që mund të jetë. Ke bërë politikë online ndonjëherë? Akoma jo, s'kam bërë online, akoma nuk e kam menduar, po do ta provoj, kujt dihet. Kujt dihet. Mund të bësh dhe politikë online. Do të kënaqen me digital. Ato çfarë janë ato AI-et tash. Me inteligjencë artificiale. Unë nisën montazhet tani pa mbaruar emisionin. Po s'ka gjë, do shërbejmë për një gjë. Pyetja ishte në 2026 do bësh politikë apo ke heq dorë? Shiko, Nëse del Ilir Meta nga Bullgu, do bëhet dashnorja. Një njeri si puna ime e ka harxuar shumë energjinë, domethënë në të menduar në politikë, në angazhimet e tjera. Dhe mendoj që politika vjen kur një është kur bën politikë më shumë se ç'duhet, ose e ke biologjike dhe ti e zëvendëson
se të duhet, ose ke problem të lindur, pra që ka njerëz që janë manjak në politikë, ose pastaj ti ri gjithë ditën sa ta mbash me dorë, më mirë po bëj politikë. Me kaq, Sonja dhe Zotrin, kjo është Monika Kremani. Jo, do ta mbyllim me një urim që duhet bësh ti për vitin e ri, kujt të duash, jo popullit, s'kemi nevojë të bëjmë kështu, nëse ke një urim të veçantë, nëse mendon. Edhe popullit më pse? Okej. Popullit, po. Unë në radh parë uroj fëmijët e mi, që 2026 atë jetë një vit i mbar, i suksesshëm për ta, i qetë, edhe me dashuri plot, ashtu siç janë të rrethuar nga të dashurit e tyre. Ti mbajnë fort, ti duan dhe ti respektojnë, sepse është shumë e rëndësishme që të kesh një shok në krah me cilën ti ndan jetën tënde të mira dhe të këqijat. Nga ana tjetër gjithë miqve të mi, të cilët më gjendën në momentet më të vështira të jetës time dhe ishin aty dhe ishin shumë pak. Pra, duke filluar Emën, Oltin, Elonën, Fred, Irisi, Erin shumë një herë, bashkë me Sonilën gruan e tij. Dhe asnjë emër politikar nuk dëgjova, më erdhi mirë për këtë. Dhe sigurisht kam një urim shumë të veçantë për gjithë burgosurit, kudo që janë. Nga 313-a ke burgu Fierit, ke burgu Fushkrujës së gjithëve, sa më shpejt 2026 aty nxjerrë jashtë, edhe ata që janë të fajshëm, ta kalojnë sa më lehtë dhe ta kryejnë dënimin e tyre sa më shpejt, por edhe ata që janë të pafajshëm, drejtësia vonon, por një ditë do triumfoj, sepse edhe po spati drejtësi ka Zot. Bravo Mona. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, gëzuar dhe ju. Gëzuar edhe ti. Gëzuar edhe stafi Vitin e ri në shtëpi do e bësh? Po patjetër, ne gjithmonë vitin e ri kemi bërë në shtëpi. Gatuan mami, gatuan ju. Gatuan ti? Po, gjithmonë gatuaj unë. Paçi një vit të mbar edhe juve. Faleminderit. Kurse ne do takohemi bashkë natën 31. Nesër takohemi me 31 e nisim maratonën e 100 këngëve më të mira të vitit në orën 10 unë edhe Salsano në Top Albania Radio. E mbyllni juve? Ne mbyllim nesër në orën 18 maratonën e 100 këngëve. Po ti kur do gatuash apo gatuan Lorenci? Sa më ka burr tjetra, jo si ne që s'kemi burr. Dëgjuesit më të mirë në botë, ju dua dhe gëzuar dhe një super vit e paqe 2026. Miru ta kofshim në 2026-ën, puç gjithë. Monika shkon tani në Big Brother, shiheni në orën 21 me Ledionin, me Arbrin, me gjithë castin, me gjithë produksionin e Big Brother në orën 9 ka Prime, kështu që pas këtij programi tek Top Channel. Puç gjithë. Puç, vit sa më të mbar paçi.